Nga Lushnja, kryeministri Edi Rama prezantoi programin e ri kombëtar Dyfishon ndërmarrjen tënde, që do të mundësoj financime domethënëse për të gjithë ata që duan të rriten me një plan konkret dhe bindës në çdo sektor prodhimi. Kreu i qeverisë u bëri thirrje fermerëve që të bëhen bashkë për të rritur dhe forcuar. Vetëm në prodhim, bashkë në shitje. Secili ka dhe këto historit, jo fragmentimi tokës, jo tërcivërci, janë teori. Praktika është shumë e thjeshtë. Secili ka tokën e vet, por ama kur del në treg bashk, krijon mas, krijon fuqi negocimi për çmimin, krijon garanci dhe krijon qëndrueshmëri. Kur është vetëm me ato arkat me domate dhe duhet dalit i shesi, është si ajo që shpreha delen që ndahet nga tufa e ujku. Dhe ne në të gjithë qasjen e re ndaj financimit dhe mbështetjes, kemi vendosur në fokus pikërisht këtë, të stimulojmë ata që duan të rriten, ata që duan të forcohen duke u bashkuar, ata që duan të jo vetëm prodhojnë, por edhe të përpunojnë me plane dhe projekte konkrete. Rama sqaroi edhe një herë heqjen e naftës pa taksa, duke thënë se jo të gjithë ata që përfitonin nga kjo mas ishin fermerë, duke shtuar se këtë skem nuk e ka as BE. Të gjithë përfituesit ishin ata që e meritonin dhe e përdornin naftën për punë bujqësie. Jo të gjithë. Sepse skema e ndarjes për pronësi, për tokën, për posedimin e tokës, për sasinë e tokës, ishte një skem që kishte problematikën e vet për shkak se në shumë raste pronësia e tokës nuk është atyre që e punojnë tokën. Ata që e punojnë tokën janë qeramarës. Dhe nafta ju shkonte atyre që po përtej kësaj nuk e ka Bashkimi Evropian këtë skem. Ne po shkojmë dhe Bashkimit Evropian, jemi kritikuar për këtë skem, e kemi justifikuar me idenë e një faze të caktuar, tani kemi ardhur tek hapi tjetër. Pra nuk do japim një mbështetje që në bazë sasive me një llogari në bazë shembullve që solli dhe ministri është 300.000 lekë të vjetra, por do japim një mbështetje që shkon në 7-8 milion lekë të vjetra përsëri, pra nga 300 euro në 7-8.000 euro, në rast se thjesht dhe vetëm ai që shet prodhimin e vet paraqet faturën. Qeveria do të prezantojë në fund të prillit një paketë re mbështetjeje për fermerët, që parashikon deri në 2 milion euro kredi nga bankat, ku shteti do të ndërhyjë me mekanizmin e garancisë.